janë të ndryshme, ca me pushk, ca me tru e gjitha me radhë, ne jemi të loja shaut akoma, e në radhë 3 do ta mbyll me një batut që ta ulant balla do na bëj prap marketing, mua ty dhe Bacës tani, duke na quajtur fashista. A kupton, duke na quajtur fashista se kemi thënë për luftë. Por realisht Bac ka ardhur luftë sepse këta janë zbatuesit kryesor të tezave të Vaso Çubrilovicit. Ti zhdugim shqiptarët, është në Akademinë e Shkencave të Serbisë dhe është motamo çapo ndodh me Shqipërinë me Kosovën, është tezat e Çubrilovicit. Ti vrasim e ti zhdugim anti-amerikanizmi, ti zhdugim e ti bojmë. Shqiptarët nuk mund t'jenë kur se si anti-amerikan dhe anti-izraelit, sepse neve, jo vetëm që izraelitët është i vetmi vend ku SS-ët në krye, më thënë, kur ka pas shtetin në krye Xhafer Devan, SS-ët ishin treshtuar dhe izraelitët hebrejt kalonin para trupave SS për t'u dislokuar e për shkuar në Amerikë. Është i vetmi vend në botë që e ka bogët. E para. E dyta na kanë ndihmuar për Kosovën. Pra na e kanë kthyer nderin që u kemi bë, na kanë ndihmuar për Kosovën. Këto janë fakte historike që neve sido që ta kemi interpretimin për Izraelin apo për Bibi Netanyahu, nuk e heqim dot. Por ta dini shumë mirë, atë pushtuesin e brendshëm që thoshë nuk kemi pushtues të jashtëm, janë tezat e Nikola Pashiq. Do paguajmë shqiptar për të vrarë shqiptar se s'do t'i vrasim me dorën tonë. E kanë arkiv. E gjen në Shqipëri, ta sjell që ta transmetosh edhe në emisione tjera. Pra, neve që na shajnë, na quajnë agent Iranit, agent Grekut, agent Serbit e gjitha me radhë. Të Mossadit. To janë thjesht marketing, o Bac, ti e ke dhënë vlerën tate, kur të dashur, kur ka thrit kombi, e ke marr snajperin, edhe e ke dalë në mal, edhe i ke marr jetën armikut duke rrezikuar jetën tënde. Jo Edi Rama thoj ty, po në 500 mijë si Edi Rama nuk të afrojnë te maja e Kpucës. Për burrni. Tashi, se ti, unë kam pasur fatin e keq që të mbështesja Berishën. Ti ke fatin ndoshta të mirë të mbështesësh Albinin se ashtu gjykohet. A kupton, ashtu e gjykon ti. Unë nuk jam tagrin për të folur për politikat e brendshme të Albinit sepse nuk e njoh realitetin e Kosovës, e njoh me perceptim marr Sadrian, marr tezën, marr burrin e tezës. Të gjithë janë irracional, pra janë si to shpendi dy, janë në perspektivën e tyre. Siç mund të flasësh mua për Edi Ramën, unë do ta nxit ty, se nuk e kam qef. Në qoftë se është kështu siç thua ti, që populli e ka kuptuar që ky është sovranist dhe do kombin, jetoft dhe rrnoft në 100 vjet tjera vetëm Kosova mos shitet. Unë kam problem, aq sa e njohun politike, me asociacionin e komunave serbe. Shtet paralel mrena shtetit nuk duhet me leju Bac. Nuk e lejojmë. Nuk duhet me leju protesta. O jo Albini, po shpendi me arnesër. Nuk e lejojmë. Që ti i puthe dorën sot me thonë asociacioni duhet me mdal kundër Bac e me mshty. Se kjo është vlla jot me dal nesër. Me thot do ta heqim këtë se na duhet me i dal kundër. S'ka fjalë, pajtona. Shkojmë me një argument, kërkoj falje shpejt. Po. Shkojmë me një argument. Mu sot më thirrë një burr, tha mu s'ma jep mendimin tënd. Tha për çto pasaporta që ka janë shën serbe. Hasha beshestat pa ditën e një populli im. A ka gjë më të bukur në botë? Si u ka pru punën serbe, se që ta serb 70% që janë Serbi janë shqiptar ortodoks. Shqiptar, nuk ka pas serb, ka erdhen ata serb. Shqiptar ortodoks. Jon. Thash ja u ka pru punën serbe, më ardhë me monë shtëtsin kosovare. Me mujt këtë Serbin ishtë i marrë me monë shtëtsin kosovare. Thash domi ka qenë nga këta, Edi Rama nga këta komandonda, si disa njerëz, që e shetën e bun biznes Kosovën. Ku shkun 900.000 shqiptar e kanë marrë në shtëtsin serbe. Kur jonë sot komandën 300.000 njerëz i kishë sot i kanë pasaportat serb. Bojnë biznes. Ku i ke avukat e njerëz në për Kosovë si janë biznesmena që e kanë qondën gjithë ditë rrinë për Serbi të i bojnë të i shqitë pronat, të i marë pronat tona që i kim bleka 3 herë, jonë të i bo biznes. Kjo është domi ma që pja bojnë. Albin Kurti është për hetë po që ka mbronë suverenitetin. Une, ku të rështojna mas Albinit, unë e di kur Gjaramushi, është hero i gjallë, po nuk është politikan i mirë. Ende, pse biznesi, kjo është problemi madhë. Biznesi nuk njet bornijas, nuk e nje adhevnas, nuk e nje famin. Fmine vetë. Pra ndaj unë e këtyni ju në nështrona. Këta e një impulsi shqiptarve. Ju i një nona junë, pa juve s'kem shtetë, s'ka Kosova si shtetë. S'ka shtetë për Shqipni. E vërtet. Në përmes këtyne, në ka dhe shpresa mi e tu Kosova Ukrainë e Shqipërisë, edhe është anë. Kosova Ukrainë e Shqipërisë, edhe. Pa Shqipni s'ka shtetë, s'ka jetë.
Ke shqiptarët kanë mu bashku në Ballkan, ka me ndodhë bashkimi kombëtar, ka